On the note, duket se surprizat tua nuk kanë fund. Tashmë një natë besoj e bukur shqiptare përgjithsisht në ringun e Minihut. Siç e pat, ishin kundërshtar të nivelit lartë, atë që po kërkoj të baj, që ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që këtu ka boks, dhe s'do të ketë ma asë një pikë dyshimi. Këtë e pat me natën e sotme, pavarësisht se me Drinin u nalu neshja, do të fitoj të Drini, në bazë të neshjes që u pa, por ishte një bokser shumë teknik. Në Itali që ka boksu shumë neshje, bukra, ashtu ishte edhe me Kajoshi. Kajoshi kishte një kundërshtar shumë të fuqishëm dhe shumë të shkallë. Dhe këtë ju baj thirrje gjithëve, se do të mundohemi ju gjetë kundërshtar sa më të fortë që t'jenë, që ju ta shihni çfarë nivelit janë boksierat shqiptar dhe shkodranë. Kjo ishte për mua një kënaqësi. Pas surprizat e Fist of Fire në Frankfurt, në Shkodër, në Londër, tashmë kjo e Minihut. Cili është plani i radhës për Fist of Fire? Plani i radhës jam në diskutim për në Frankfurt, një në arenat më të bukura të boksit gjerman. Po pres, përndryshe jemi në qeshor në Shkodër, ku bëhet edhe memoriali. Po diskutoj me pas boksierat mirë profesionistë për Kajoshin, për Drinin, ashtu si dhe për gjithë tjerë. Ta shohim se si bëhet për Frankfurtin. Duket që niveli i ndeshjeve nga torneu në tornej po rritet. Ky është synimi juaj? Ky është synimi jem që të vazhdojmë me hapa të avashtë, po me hapa të sigurt. Faleminderit. Faleminderit ju.